E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë rreth Big Brother VIP Albania 5. DJ Gimbo, pjesë e formatit më të ri të Big Brotherit. Të gjithë u gëzuam, të gjithë e duartrokitëm natën e mbrëmshme DJ Gimbon. Le të themi është një djalë i cili po na kthen në retrospektiv, po na kthen në Big Brotherin e vitit kaluar, po na kthen në lojën e gjestit, një personazh që na ka marrur zemrat dhe vazhdon të jetë shumë aktiv edhe ditët e sotme, ashtu siç në fakt edhe Ledioni e tha. DJ Gimbo hyri me këmbë të mbar, hyri me shumë pozitivitet, hyri me shumë energji, me një veshje super klas që në fakt dëshiroja ta komentoj, domethënë ajo që un kam parë të veçantë te këto dy çunat, lëre që janë të veçantë në muzikën që bëjnë, në artin që sjellin, por janë të veçantë edhe në veshjen, edhe në stilin e tyre unik, domethënë të veçantë në të gjitha dimensionet. DJ Gimbo i hyri me shumë energji, filloi që të bën lëvizje dhe gjeste siç i ka bërë gjesti. Tani shumica e komentuesve mund ta quajnë imitim, nuk është imitim, por është origjinë e njëjtë. Do të thoni çfarë është origjinë e njëjtë? DJ Gimbo dhe gjesti janë rritur të dy bashk dhe normalisht lëvizjet, gjërat e tjera do t'i kenë aq të njëjta, do t'i kenë aq të ngjashme, saqë domethënë do të duket sikur është gjesti aty brenda shtëpisë. Por gjithsesi unë uroj me zemër që DJ Gimbo të jetë një personazh i cili ta fasionoj publikun ashtu siç e fasionoi gjesti vitin e kaluar, filloi që të bën lojën e tij, që natën e mbrëmshme hyri në lojë, u aktivizua, edhe pse në fakt nuk është e lehtë që të futesh në këtë pikë të lojës, që ka hyrë tani më DJ Gimbo kur aleancat janë krijuar, kur grupet janë krijuar, kur gjithçka është krijuar brenda asaj shtëpie dhe ti të duash domethënë ta prishësh atë gjën, por gjithsesi un jam i bindur me mbështetjen që ka jashtë, me dashurinë që ka jashtë, DJ Gimbo do të jetë glamur.